Ekspertët e vlerësimit të jashtëm prej 2 ditësh ndodhen në Universitetin Fanstilianoli të Korçës për të vlerësuar disa programe studimi në Fakultetin e Bujqësisë dhe në Fakultetin e Shkencave të Natyrës dhe Shkencave Humane. Gjatë vizitës së tyre, ata janë takuar me stafin akademik dhe studentët për të mbledhur informacion mbi cilësinë dhe zhvillimin e këtyre programeve. Një program studimi ka shumë vlerë kur është i akredituar dhe për të njohur edhe në tregun ndërkombëtar, përveç se në tregun kombëtar që jemi ne. Është shumë i rëndësishëm sepse një student mund të studiojë dhe jashtë edhe programi i njihet. Por nuk është vetëm për këtë, domethënë akreditimi ka lidhje edhe me pjesën e kurrikulës, që mund të jetë në kurrikull ndërkombëtar, nëse është i akredituar, të detyron dhe ligji që kurrikulat të jetë më ndërkombëtare dhe më përqasur dhe më përqafuar dhe me tregun evropian. Pas përfundimit të takimeve dhe analizave të tyre, ekspertët do të hartojnë një raport përfundimtar, ku do të përfshihen rekomandime për përmirësimin e plan programeve dhe përshtatjen e tyre me standardet bashkëkohore të arsimit të lartë. Rekomandimet mund të jenë nga më të ndryshme, mund të jenë për infrastrukturën, mund të jenë për silabuset, mund të jenë për rritjen e numrit të studentëve, mund të jetë për përmirësimin sa më shumë të kurrikulave dhe përmirësimin edhe në total të programit studimit dhe gjithmonë kemi gjetur këtë, domethënë në bazë të rekomandimeve që lë bordi i akreditimit, që lën ekspertët, që lëmë dhe ne si ASKAL, domethënë jemi një skuadër që bashkëpunojmë dhe punojmë, e gjejmë gjithmonë që Universiteti i Korçës dhe çdo fakultet apo departament i përmbajnë dhe i përmbush këto rekomandime. Ky proces është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme të Universitetit të Korçës për të rritur cilësinë e arsimit dhe për të krijuar mundësi më të mira studimi për të rinjt. Akreditimi i programeve të studimit është një hap i rëndësishëm drejt modernizimit të programeve akademike dhe për afrimit të tyre me kërkesat e tregut të punës.